Raporti i progresit vlerëson se Kuvendi i Kosovës u përball me polarizim të thellë politik, shkelje procedurale, pjesëmarrje të oltë, bojkotime të vazhdueshme dhe miratim të nxituar të ligjeve. Komisioni Evropian në këtë raport po t'i kritika edhe për zyrtarët në pushtet, tashmë në detyrë, por edhe për opozitën. Partia në pushtet, në këtë rast Lëvizja Vetëvendosje, sipas raportit e ka minuar besueshmërinë e procesit legjislativ pasi i ka shtyrë përpara ligjet pa konsensus. Në anën tjetër, raporti kritikon partitë opozitare se kanë keq përdorur instrumentet e mbikëqyrjes parlamentare duke penguar rrjedhën normale të proceseve. Ndërsa si zhvillim i vetëm pozitiv, raporti e ka vënë në pa funksionalizimin e sistemit elektronik të votimit. Në këtë raport nënvizohet se gjatë nëntorit dhe dhjetorit 2024 Kuvendi u përball me një shtytje të fortë legjislative dhe përplasje politike që nxorën në pa sfida më të gjera të qeverisjes. Raporti thekson se si gjatë kësaj periudhe, opozita kërkoi në mënyrë të përsëritur seanca të jashtëzakonshme. Opozita kërkoi në mënyrë të përsëritur seanca të jashtëzakonshme, nguli këmbë për debate të gjata ose bojkotoi votimet, duke lënë kështu Kuvendin pa quorum, përfshirë edhe në rastet e ratifikimit marrëveshjeve ndërkombëtare. Ndërkohë, shumica, fjala është këto për Lëvizjen Vetëvendosje, i shtyeu ligjet me nxitim në disa raste duke shkelur normat procedurale, shkrua në raport. Raporti thekson se si ligji për buxhetin e ekspozoi më tej përkeçimin e integritetit procedural të Kuvendit me përdorim të papërshtatshëm të procedurave të shpejta në shkelje të afateve standarde. Raporti vën në pas se në seancën e 4 dhjetorit të vitit 2024, në të cilin thotë se u miratuan 20 ligje në të dyja leximet brenda një dite të vetme. Në raport kritikohen zyrtarët qeveritar që nuk janë përgjigjur pozitivisht ftesave për raportim në komisionet parlamentare dhe nuk janë paraqitur në seancat e Kuvendit për t'u përgjigjur pyetjeve parlamentare. Sipas raportit, komisionet parlamentare u bën jo funksionale dhe deputetët opozitar u detyruan që çështjet t'i ngritnin edhe në seanca parlamentare. Për zhvillimet e vitit 2025, për ngërçin 7 mujor për t'i dhënë zgjidhje konstituimit të Kuvendit, në raport theksohet se kjo tregon se ka boshllëqe ligjore dhe procedurale, duke thelluar edhe më shumë polarizimin ekzistues mes partive politike. Rekomandimi i tyre është që legjislatura e ardhshme duhet të rikthejë integritetin proceduror dhe disiplinën legjislative, përfshi respektimin e rraptë të rregullore së punës dhe afateve kushtetuese. Një kulturë politike e ripërtrirë që vlerëson ndërtimin e konsensusit, llogaridhënien dhe funksionalitetin do të jetë thelbësore për punën e Kuvendit, përfshirë edhe përparimin në reformat që lidhen me BE-n, shkrua në raport. Ky raport mbulon periudhën nga 1 shtatori 2024 deri me 1 shtator 2025. Ai bazohet në të dhëna nga njësër burimesh, duke përfshirë kontributet nga Qeveria e Kosovës, shtetet anëtare të BE-s, raportet e Parlamentit Evropian dhe informacionet nga organizata të ndryshme ndërkombëtare dhe jo qeveritare.